Ka pyetje që nuk u bën kurrë. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë episod të veçantë. I dashur mik, në mikrofonin ton do të ndalemi për të kujtuar dhe nderuar një ikon të pakrahasueshme të kinemas botërore, Claudia Cardinale. Ajo vetëm pak ditë më parë është ndarë nga jeta, por sigurisht kujtimi dhe arti i saj do të mbeten të gjallë në çdo film, në çdo rol, në çdo buzëqeshje që ka dhuruar publikut. Cardinale nuk ishte thjesht një aktore. Ajo ka qenë simboli i forcës, i elegancës, i një epoke të artë të kinemas italiane dhe asaj botërore. Nga Fellini te Visconti, nga Sergio Leone te Hollywood, ajo do të mbetet gjithmonë e vërtet me veten, duke ndërtuar një karrierë e cila nuk ka njohur mosh. Përveç kinemas, ka lënë pas edhe këngë të cilat të mbartin mesazhe të thella dhe intime, duke bërë artin e saj më të plot. Në këtë hapësirë radiofonike, si një tribut për jetën dhe veprën e saj, do sjellim një intervistë hipotetike, ku përmes fjalëve të saj do të rikthejmë kujtime, këngë dhe rrugtimin e një legjende të përjetshme. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie arrête, arrête comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Claudia Cardinale, mirë se erdhat. Mirë se ju gjeta. A mund të na thoni se si e kujtoni veten tuaj në rini? Si adoleshente isha egër, pak e çmendur, si një djalë i vogël. Bëja grushte me djemt vetëm për të treguar se vajzat mund të ishin më të forta. Gjithmonë e kam pranuar sfidën. Kapja trenin pasi nisej, vetëm për të treguar se mund ta bëja. Kjo më ndihmoi në sheshgjirimi ku shpesh isha e vetmja grua mes burrave. Nuk u friksova kurrë. Mirë ke bërë. Filozofia ime ka qenë nëse do, mundesh. Claudia, ju keni lindur në Tunizi. A mund të na tregoni se si ka filluar rrugtimi juaj drejt kinemas italiane? Po, kinemaja ishte diçka që nuk e kërkova. Erdhi të më gjente, nuk e prisja. Pra, nuk e kërkova asnjëherë. Kam lindur në La Goulete, afër Tunizis, në një familje sicilianësh. Gjua ime e parë ishte frëngjishtja. Nuk dija italisht deri në moshën 18 vjeç. Në një festival filmi në Tunis, u zgjodha italianja më e bukur. Sigurisht e keni merituar. Pa hyrë fare në konkurs. Po? Më shoqëruan me forcë në skenë dhe madje më shpallën fituese. Çmimi ishte një udhëtim në festivalin e Venecias, më pas ku filmi i parë që pash ishte Le Notti Bianche i Viscontit.
Kështu filloi gjithçka. Kështu, megjithatë, karriera juaj është bërë legjendare. Çfarë ndjesie ju ka shoqëruar gjatë gjithë këtij rrugtimi, Klaudia? Gjithmonë e kam përjetuar me mirënjohje, por edhe me habi. Nuk e kam parë kur si çështje kotësie apo vetë vlerësimi, por si një udhëtim të çuditshëm, të bukur, që më dha shumë madje. Mirë, por në fillim e besoj keni qenë e pavendosur për aktrimin, apo jo, Klaudia Kardinale? Po, në 17 vjeç shkova në qendrën kinematografike eksperimentale në Rom. Por pas 3 muajsh hoqa dorë. Italishtja ime ishte shumë e dobët. Nuk më pëlqente aktrimi. U ktheva në Tunizi dhe pak më vonë zbulova se prisja dashurin tim. Djalin tim, Patricio. Po. Duhet të gjeja punë, kështu që nënshkrova me studion Vides të Franco Cristaldit dhe kjo shënoi fillimin e vërtet për Okej, mua. por nëse do të mund të më sillnit një kujtim base nga filmi juaj i parë, filmi juaj i madh me Mario Monicelli, Një soliti i njoti. Keni ndonjë kujtim të mbetur i cili ka lënë gjurmë, dhe mund t'ia përcjellim dëgjuesit? Po, ishte debutimi im i vërtet. Mario ishte i jashtëzakonshëm, Po. me një inteligjencë dhe kujtesë të rrallë. Nuk kuptoja gjithçka që thoshin aktorët italian. Mendoja se ziheshin mendje gjatë gjithë kohës. Mirë, po nëse do qëndrojmë sërish tek bukuria juaj, ju jeni krahasuar shpesh me Brigitte Bardot, si e keni përjetuar këtë fakt? Media më quante versionin me lëkurë ulliri të Bardot. Ajo ishte Bibi e unë u bëra Sisi. Madje luajtëm bashk në një film francez, Le Pétroleuses, në 1971. Po kujtime nga The Pink Panther keni? David Niven ishte një zotëri i përsosur. Hapte dyert, ecte një hap pas teje, shumë kavaljer. Peter Sellers ishte shumë argëtues në shesh. Nuk mund të ndaleshe së qeshurit, por jashtë xhirimeve, jashtë xhirimeve ishte i zymt dhe madje dhe i paknaqur. Si reagoje, përjetoje mirë, apo? Unike. Ai kompozonte muzikën para se të xhironi. Duhet ta dëgjoni muzikën përpara çdo skene. Ishte si një udhëtim poetik. Ju, Klaudia Kardinale, nuk e ndoqët rrugën klasike të Hollywoodit. Pse? Sepse nuk e kërkova unë. Hollywoodi më telefononte. Në ato kohë ata përpiqeshin ti monopolizonin yjet me kontrata sa më të gjata. Kuptoj. Unë refuzova kontratat ekskluzive. Firmosja vetëm një kontratë për një film, kështu mbroja veten, madje dhe karrierën time, apo jo? Tuaj, patjetër. Klaudia, gjatë asaj periudhe ju keni patur kontakte, mund të themi, me yje të mëdhenj amerikan. A mund të ndani diçka me ne? Po, punova me Rock Hudson, John Wayne, Rita Hayworth dhe u shoqërova me Streisand, Steve McQueen, Warren Beatty. Me Warren pata vetëm si absolutisht asgjë më shumë. Po përveç filmave, duhet themi, ma krenarisht se ju keni lënë gjurmë edhe në muzikë. Do doja që tani të ndaleshim te kënga Love Affair. Çfarë përfaqëson kjo këngë për ju, Klaudia? Love Affair ishte një histori pasioni e kthyer në muzikë. Ishte një këngë që fliste për lidhjet e papritura dhe për intensitetin e tyre. Më pëlqeu sepse lidhej me idenë se dashuria është shpesh një aventurë që nuk mund ta kontrollosh. Patjetër. Mirë, unë do doja ta dëgjonim tani, të ndalemi tek kjo këngë e cila do të na shpjer pas jo vetëm në atë himnin që përcjell dashuria, por edhe për të ndjerë zërin tuaj, Klaudia Kardinale. Kthehemi vetëm pas pak.
Jemi rikthyer i dashur mik, jemi në këtë intervistë hipotetike me Claudia Cardinale. Claudia, ju keni luajtur edhe në filma të vështirë si Fitzcarraldo. Kjo përvojë si ka qenë për ju? Mendoj se ishte ekstreme. Vape pa durueshme. Gjezën kërkoj që t'i ulej një biftek nga një pemë. Përfundimisht u zëvendësua nga Klaus Kinski. Po. Nuk e di si mbijetova. Po përfshirja juaj në teatr, pse jeni vonuar aq shumë? Sepse nuk e ndjeja vete. Mendoja se zëri im nuk ishte i përshtatshëm. Vetëm në vitin 2000, në moshën 62 vjeçare, deputova në La Veneziana. Kjo pavarësi lidhet edhe me zgjedhjet tuaja personale, për shembull pas divorcit nga Franco Cristaldi? Po. Nuk u martova më, sepse doja të isha plotësisht e pavarur. Por nuk dua të gjykohem për jetën time private, apo sigurisht, vetëm dua të gjykohem për punën time. Pa diskutim. Claudia, sot flitet gjithnjë më shumë për kirurgjinë estetike. A keni një mendim tuaj? Çfarë do t'i thoni të vajzave, grave, të cilat janë të etura, ndoshta për të bërë ato ndërhyrjet që ato e konsiderojnë si magjike? Çfarë mendon një ikonë e bukurisë? Po që mund të them, nuk mund të ndalosh kohën, apo jo? Patjetër. Nuk kam bërë kur asgjë në fytyrën time dhe urrej iden e ndërhyrjeve kirurgjikale. Sekreti të qenit i ri apo i bukur është të qëndrosh aktiv dhe të mos dorëzohesh kur. Sa e bukur me ty jam. Sot pas dekadash karriere, çfarë mesazhi do të jepni të publikut? Mendoj se çdo gjë arrihet me guxim. Nuk duhet të dorëzohesh, mos kërko të ndalosh kohën, thjesht jetoje me pasion. Ashtu siç kam bërë dhe unë. Shumë bukur, shumë mesazh i vyer. Mirë, nëse do të ndalemi edhe pak, ne do të shkojmë tek marrëdhënia juaj profesionale me Luchino Viscontin te Leopardi. Si ishte të kalonit mes dy regjisorëve kaq të ndryshëm? Ishte një ndryshim i madh. Një ditë isha në Rom me kaosin modernist të Fellinit. Ditën tjetër me shkëlqimin aristokratik të Sicilisë te Visconti. Federico improvizonte, ndërsa Luchino ishte i sakt deri në detaj. Provuam skenën e ballos për një muaj, megjithatë, i doja të dy dhe mësova shumë prej tyre. Nëse tani do të shkojmë sërish tek muzika dhe të sjellim Son, I Love You, çfarë mesazhi mbart kjo këngë? Ju keni kënduar apo jo këtë këngë? Po, është një këngë më e ngrohtë, më e gëzueshme. Dielli aty bëhet metafore jetës dhe energjisë që më shoqëroi gjithmonë. Dhe që ju e keni reflektuar. Unë e kam lidhur shpesh me origjinën time, tuniziane, me atë dritë dhe ngrohtësi që kisha në shpirt. Po këtë dritë e sjellim tani më me zërin tuaj për dëgjuesin në Radio Tiranës në këtë intervistë hipotetike, këtë mbrëmje me Claudia Cardinale. On my skin, come and kiss me. Lay on the beach, run to the sea. When you come back, I'm happy. I love you. Sun in your arms, I love, I sing. My heart is cold, the fire you bring makes me feel like a child. Oh, I love you.
Mirë, Klaudia Kardinale, jemi rikthyer sërish bashk. Do të shkojmë tek eksperienca juaj në Panterën Roz. Si e kujtoni këtë? Absolutisht po e kujtoj, më detyruan të pija duhan pasiv. Në një skenë ku duhet të dukesha e dehur. Ishte vështirë për ju apo jo? Po, shumë. Kisha një marrëdhënie shumë të mirë me Peter Sellers dhe mbaj mend madje si një përvojë të mrekullueshme. Klaudia, ju keni qenë po kështu pjesë e viteve 60 të Londrës së famshme. Çfarë ruani, çfarë kujtimesh na sillni nga ajo kohë? Ishte emocionuese si kohë. I njoha Beatlesat dhe madje i shoqërova në një turne në Spanjë. Londra e atyre viteve kishte një energji të jashtëzakonshme. Kam kujtime të bukura edhe nga vizitat në butikun e Mary Quant, e cila më pas na la shumë shpejt. Tani ndoshta është një kapërcim, por dua të shkoj tek Jean-Paul Belmondo, i cili është konsideruar si një partner mjaft i veçantë, apo jo? Kështu e kanë trajtuar, e kanë përjetuar aktorët e tjerë. Tillë ka qenë edhe për ju, Klaudia? Po, ishte një gëzim. Ne ishim të rinj dhe mësonim shumë së bashku. Roquefort ishte gjithmonë një zotëri vërtet. Të gjithë kolegët e mi më dhanë diçka unike. Tani nëse do t'ju detyroja të më zgjidhnit një regjisor të preferuar, Leone, Visconti, Fellini, kush ka qenë më i dashur për ju? Po nuk mund të zgjedh. Të gjithë ishin botë më vete, mund të them. Si aktore, e vlerëson shumë që të futesh në role të ndryshme, apo jo? Se duhet të zgjedhësh atëherë? Po si simbol seksi, si është të mbajturit, të përjetuarit të këtij imazhi, si e keni trajtuar ju, Klaudia Kardinale? Unë asnjëherë nuk usova kur si një diva. Nuk pata kur truproja apo ekstravagancë. Vi nga një sfond modest. Gjithmonë kam qëndruar pranë origjinës së familjes time. Shiko, për te 6 dekadave karrierë, a ka ndonjë rol që në vërtet do të ma konsideroje si më të preferuarin tuaj? Jo, çdo përvojë dhe çdo takim është i çmuar. Kam qenë me fat që kam ndarë skenën me aq shumë njerëz të mrekullueshëm. Edhe nëse do të ma përmbledhni të jetën dhe karrierën tuaj vetëm me një mesazh, cili do të ishte ai? Çdo takim është i çmuar, mendoj. Mbështes, po, me ty bashkangjitem, Klaudia. Okej, dua të shkojmë sërish tek muzika tani më. Në vitin 1962, ku ju keni kënduar Tango del Mare. Çfarë do thoshte kjo këngë për ju? Tango del Mare ishte më shumë se intime, një këngë melankolike, që fliste për dashuri të brishta, për kohën që ikën dhe për detin si metaforë të një lëvizje të vazhdueshme. Dhe me gjithë këtë trashëgimi, Klaudia, në film, në muzikë, cila do t'ishte fjalia me të cilën do ta mbyllim edhe këtë udhtim tonin? Çdo takim është i çmuar, dhe çdo këngë është një kujtim i gjallë. Shumë fjalë të ndjera të bukura, ju falenderoj. Gjithashtu. Të dashur dëgjues, kjo ishte hapësira jonë e sotme, kushtuar një gruaje të madhe të ekranit botror, Klaudia Kardinale. Me rolet e saj, ajo na ka lënë trashëgimi të paharrueshme, jo vetëm në kinemanë italiane, europiane, por dhe në kulturën botrore. Me gravitet, me forcë, me zë unik, ajo mbetet një nga simbolet e femrës, e gruas së lirë dhe të pavarur. Me këtë tribut të vogël, e kujtuam, e nderuam dhe e sollëm pranë jush edhe një herë. Unë jam Almira dhe ju falenderoj që qëndruat me ne. Deri në takimin tjetër, të mbani mend gjithmonë, arti nuk vdes asnjëherë. Mirëdëgjofshim.
Ka pyetje që nuk u bën kur. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bised me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron.